Ambasadori Gjerman në Shqipëri, Karl Bergner, komentoi protestat paqësore që po zhvillohen në Shqipëri, duke i cilësuar ato pjesë të vlerave europiane. Duhet të vlerësojmë ata që zbatojnë vlerat e BE-s në përditshmëri, por dhe ata që qëndrojnë për të kërkuar zbatimin e ligjit, mbrojtjen e natyrës dhe çështje të tjera që lidhen me procesin e integrimit. Çdo aktivitet i shoqërisë civile që është në përputhje me vlerat e Bashkimit Evropian është i mirëpritur. Protestat e dhunshme nuk janë pjesë e vlerave të BE-s dhe se kush ka faj për dhunën e ushtruar është ende në diskutim. Nga Kolonja, gjatë ceremonisë përkujtimore për viktimat e masakrës së Borovës, ambasadori Gjerman në Shqipëri, Karl Bergner, theksoi se toleranca, të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit janë garancia që tragjedit të tilla të mos përsëriten. Të përpiqemi të mësojmë si mund të parandalojmë që historia të mos përsërisë veten. Kjo arrihet duke vendosur rregulla si toleranca, të drejtat e njeriut, zbatimi i ligjit dhe këto janë vlerat e BE-s. Ndaj ne mbështesim dhe jemi të lumtur që populli shqiptar është në linjë me këto parime dhe mbështesim procesin e integrimit. Ceremonia u mbajt në 83 vjetorin e masakrës së Borovës, ku më 6 korrik 1943, ushtria gjermane vrau 107 burra, gra dhe fëmijë. Bergner e cilësoi ngjarjen një moment të dhimbshëm për familjet e viktimave dhe për Gjermaninë.